Edhe këtë 8 mars, gratë dhe vajzat kanë vendosur që mos të festojnë, por të protestojnë. Fokusi i kësaj proteste është liria ekonomike, sepse në kufit e varfërisë asnjë grua nuk mund të jetë e lirë. Raportet e hendeqeve gjinore tregojnë se me progresin e avash që Shqipëria ka për sa i përket parazisë gjinore, do na duhen 100 vjet që të arrijmë parazisë gjinore. Dora zemër, asnjëra nga ne nuk e ka jetën e tepër që të pres për 100 vjet që ne të arrijmë. Pyetja më cinike dhe më shpesh është, po gratë kanë të gjitha të drejtat, ju pse protestoni? Është e vërtet, gratë kanë të drejtën e jetës. Megjithatë, çdo 17 ditë një gruar shqiptare është vrarë vitin e kaluar. Si vajzë studente, më është dashur të punoj me turne. Dhe shpesh mungesa e transportit publik dhe rrugët e pandrejtuara kanë sjellë dhunë fizike, seksuale dhe psikologjike. Aq sa më është dashur të ndryshoj shtëpinë prej frikës se e nesërmja mund të mos më gjente gjatë. Ne jemi gra që duam, që krijojmë familje, që mbështesim njëra tjetrën, që punojmë, që luftojmë për një shoqëri më të drejtë. Dhe asnjë fushat urrëtieje nuk mund ta ndryshojë këtë të vërtetë. Kjo jetë është e jona nuk e falim, nuk lejojmë që na dalim. Sot jemi këtu për të bërë një thirrje të qartë institucioneve, politikanëve dhe vendimarrësve. Ndalni premtimet bosha dhe nisni veprimin. Ofroni zgjidhje të vërteta, garantoni punësim të denjë, politika sociale efektive dhe një jetë pa varfëri për gratë dhe vajzat e këtij vendi.